Këtu jemi në qendër të Tiranës, ndërsa sheshi Skënderbej dhe krejt qyteti ndriçon normalisht nga dritat elektrike, 60 kilometra prej këtej, një fshat i tërë me emrin Val, në zonën e Martaneshit, ndodhet i zhytur në errësirë. Si shpjegohet një gjë e tillë, kur elektrifikimi i vendit ka mbaruar qysh në vitin 1971, pra 37 vjet më parë? Fshati Val bën pjesë në komunën e Martaneshit, një zonë e pasur me krom, pyje dhe ujëra të shumta. Ky fshat ka 30 shtëpi dhe asnjëra prej tyre nuk ka drita. Drita nuk kemi nga shtatori 2006-s, që po vjen shtatori 2008-s. Kanë thonë do rregullojmë, do vinë. Drejtim falimentimit ka çdo gjë. Ka rrezik të eliminohet edhe ujë e pishëm. Pa dritë, me qeri, të i la, mitë. Që e të bëj? Gëzujmë si kohët për pashme, me staqë. 2 vjetë pa dritë. Ne kërkojmë ato si ka qenë. Nuk kërkojmë me diçka tjetër se nuk ka qenë. S'po kërkojmë në diçka si nuk e ka kush. Me që ngelën pa energji elektrike, u detyruam që të shpërngullim e të hikim poshtë në fshatët e Tiranës. Një pjesë e mirë në Gërdec. Atje ku na gjet edhe vdekja, sa që 11 viktima ishin vetëm nga Martaneshi, u detyru një pjesë e familjeve që të vinë po në fshat. Ikëm nga errësira, shkum ke fabrike e vdekjes, erdhëm po në fshat po në errësirë. Të gjithë banorët e zonës konfirmojnë për programin tonë se fshati Val ka 2 vjet pa drita. Po të referohemi shkresave zyrtare, mësojmë se historia e këtij fshati pa drita fillon më 1 nëntor të vitit 2006, kur kryetari i komunës Martanesh i drejtohet Ministrisë së Energjetikës dhe kryeministrit me këtë shkresë. Midis së tjerash, ai shkrua: "Ju vëm në dijeni se fshati Val prej 2 muajsh nuk furnizohet me energji elektrike. Çdo javë, vazhdon kryetari i komunës, kemi njoftuar keshin, divizionin e shpërndarjes së energjisë, prefektin, deputetin e zonës e tjerë." Shkresat pasojnë njëra tjetrën. Divizioni i shpërndarjes Burel ja hedh fajin divizionit të Tiranës. Ndërkohë, divizioni i shpërndarjes Tiranë sqaron se duhen 16 kilometra tel alumini dhe 70 cop izolator. Kabineti i kryeministrit jep porosi. Një vit rresht, shkresa pafund. Fshati Val vazhdon të mbetet pa drita. Në janar të vitit 2007, çdo gjë nis nga e para. Të lodhur nga zvaritjet pafund, komuna Martanesh i drejtohet me një letër të hapur kryeministrit, presidentit, kryetares së kuvendit, medias dhe kongresit të autoriteteve lokale në Strasburg. Pas kësaj odiseje pafund, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike akordon fondin prej 1.950.402 lek për shtrirjen e linjës nga Shëngjerdhji në Val, 16 kilometra e gjatë. Operatori i sistemit të shpërndarjes Tiranë zhvillon tenderin, merr parat për shtrimin e linjës, që fshati Val të furnizohet me energji elektrike. Tendri u zhvillu në shkurt, me 2 shkurt të vitit 2008, dhe sot jemi për të denoncuar që përsëri ky fshat është pa drita, sepse filli ka ardhur dhe ka ngelur këtu, në kryqëzim e fshatit Val. Unë jam për ta denoncuar këto pasi nuk besoj sot që këto autoritete që e kam për detyrë, përgjegjësinë e tyre për ta realizuar këtë punim, nuk kam për ta realizuar asnjëherë. S'kam për ta realizuar asnjëherë pasi korrupsioni e kam mbytur në fyt administratën që merret me këtë punë. Askush nuk ka ardhur për çudinë tonë, ta shoh dhe ta verifikoj ku është fshati. Në letrat që ishin pranë drejtorisë Tiranës, dukej që mbaroi tendri për fshatin Val. Ata kujtojnë që fshati Val është këtu, po këtu është kryqëzimi për fshatin Val. Fshati Val është 10 kilometra më poshtë. Linja është truar nga Shëngjerdhji në Bizë. Këtu, tek ky transformator, përfundon. Fshati Val ndodhet 10 kilometër më tej. Gjatë këtyre 10 kilometrave kemi këtë gjendje: shtylla të rënuara, shtylla pa izolator, shtylla pa tela, shtylla të këputura.
Pas tenderit, këto shtylla elektrike duhet kishin tela, mirë po s'ka. Kush ne e zjedh hallet e problemet ne? Ku t'jetojmë? Ku t'shkojmë? Ku t'përplasemi? Vërtet, ku të përplasen banorët dhe drejtuesit e komunës Martanesh? Ata e pritën kryeministrin në fshat dhe i qanë hallin. Qeveria, duke u mbështetur në të dhënat e ekspertëve, akordoi fondin për 16 kilometër linjë elektrike. Sipas tyre, kemi këtë tabel të shpenzimeve. Për 16 kilometër linjë elektrike duhen 200 kg alumin her 500 lek, 1 milion, 70 izolator her 300 lek, 21.000 lek, karburant 35.000 lek, punëtor 30.000 lek. Totali 1.860.000 lek. Pra lekët janë dhënë me tepri, duke patur parasysh edhe fitimin e firmës. Atëre, pse nuk ushtrua linja? Ku shkuan parat? Ç'thon për këtë drejtuesit dhe specialistët e divizionit të shpërndarjes? Edhe njerë, po ju them që Martaneshi është në jurisdiksionin e Burrelit, nuk është e Tiranës. Tirana e ka dërguar linjën deri në pikën e kontaktit me Burrelit. Fajin e ka Burreli, thonë OSSH. Në një kohë që OSSH përgjigjet për gjithë Shqipërinë, kur u akordua fondi, saktësojmë, sipas shkresës zyrtare, se ky fond do përdorej për furnizimin me energji elektrike të fshatit Val. Çdo deklarat tjetër është justifikim për të mbuluar shpërdorimin e fondeve. Unë veçoj kërkesat e herpashershme të Këshillit Komunës, të ekzekutivit komunës drejtuar dikasterëve përkatëse, rezulton që kjo li në bizë të marrëdhënies ndërprerë dhe thohet verbalisht që nuk ka fond tjetër, fondi është mbaruar. Realisht ne sot ndodhemi në fshatin Val dhe ky fshat është i verbër, është pasy dhe këto banorë e vuajnë këtë nga dita në ditë, nga ora në orë, nga çasti në çast. Në fshatin Val banorët e kanë ruajtur me fanatizëm rrjetin elektrik, izolatorët, përcjellësit e rrymës elektrike, shtyllat, njësoj si 37 vjet më parë. Mirë po rrymë elektrike nuk ka. 2 vjet dhe 2 milion lek të reja nuk kanë mjaftuar për të shtruar 16 kilometra tel alumini. Janë shtruar vetëm 6 kilometra dhe puna është lënë për gjysmë, me lloj-lloj justifikimesh për të mbuluar pikërisht vjedhjen e fondeve. Pra si që vutre, 2 vjet dhe 2 milion lek të reja nuk mjaftuan për të shtruar 16 kilometra linjë elektrike. Kjo nuk u bë se fondi u shpërdorua, duke lënë në errësirë të plot, jo një familje, por një fshat të tërë, jo 1 e 2 ditë, por plot 2 vjet. Tani, që të shtrohet 10 kilometër linjë elektrike, aq sa ka mbetur, duhet një fond i ri. E para se të jepet ky fond i ri, zyra e antikorrupsionit pranë kryeministrisë, kontrolli i lartë i shtetit, auditi i brendshëm pranë operatorit të shpërndarjes, duhet të gjejnë më parë se ku shkuan 2 milion lek të reja që u dhanë për këtë qëllim.